në këtë edicion do të ndiqni. Punimet në rrugët tranzite po shkaktojnë shumë dëme në makina. Besimtarët musliman nesër me 19 shkurt fillon muajin e shenjtë të Ramazanit. Sot filloi mërkura e përhim, shënon fillimin e kohës së kreshmeve. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Rruga Tirana, njohur si rruga tranzite në Xhakov, ka frekuentim shumë të lartë të makinave. Aty që nga vera vitit të kaluar janë duke u kryer punimet, të cilat ndonë se janë brenda afateve të parapara, po krijojnë shumë vështirësi në qarkullim. Nga ngasësit kërkohet zgjidhje pasi makinat vazhdimisht po dëmtohen aty. Projekti i rehabilitimit të rrugës tranzite në Xhakov po vazhdon të shkaktojë vështirësi të shumta në qarkullimin e automjeteve. Punimet e hapura dhe gropat e lëna në pjesë të ndryshme të segmentit rrugor po vështirësojnë lëvizjen e ngasësve, duke krijuar kolona dhe vonesa të gjata, sidomos gjatë orëve të caktuara, kur rritet dukshëm frekuentimi i automjeteve. Situata bëhet edhe më problematike gjatë natës, kur mungesa ndriçimit publik dhe sinjalistikës rrugore e bën qarkullimin të rrezikshëm. Në shumë zona nuk ka shenja paralajmëruese që tregojnë vendodhjen e gropave apo devijimet e rrugës, duke shtuar rrezikun për aksidente. Banorët prapa kamerave theksuan se përveç kaosit dhe bllokimeve në trafik, mungesa e organizimit dhe e ndriçimit gjatë natës po rrezikon drejt për drejt sigurinë e pjesëmarrësve në komunikacion. Sipas tyre, drejtimi i automjeteve në këto kushte është bërë i vështirë dhe i pasigurt, pasi shoferët shpesh përballen papritur me gropa të pashënuara, duke u detyruar të frenojnë ose devijojnë në momentet e fundit. Banorët kërkojnë që punimet të përshpejtohen dhe të vendoset sinjalistike përkohshme, si dhe ndriçim adekuat, në mënyrë që të shmangen rreziqet dhe të lehtësohet qarkullimi deri në përfundimin e projektit. Një tjetër shqetësim i banorëve të Xhakovës janë edhe mbeturinat të shumta. Kësaj radhe ekipi ynë ka qëndruar në kodrën e Çabratit, ku janë parë një numër tejet i madh i mbeturinave, të cilat shkaktojnë dëm të madh në mjedisin aty. Siç vëshet, jemi këtu pra në kodrën e Çabratit, ku në redaksin ton kanë ardhur disa fotografi nga disa banorë, të cilët janë për këtë dukuri shqetësuese. Edhe pse televizioni Syri disa herë ka raportuar për këtë mjedis, ende deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë. Kodrës të Çabratit, qytetarët të pakujdesshëm po tentojnë t'ia humbin pamjen e bukur nga mbeturinat që gjenden përskaj gjithë rrugës, që shërben si shtek i ecjes. Gjatë vizitës në terren, ekipi ynë ka regjistruar pamje që dokumentojnë një gjendje as pak të këndshme. Mbetjet e vëllimshme, qese plastike, shishe, mbeturina ushqimore dhe materiale të ndryshme e mobilje të hedhura në anë të rrugës, duke shndruar këtë zonë në një deponi të improvizuar nga faktori njëri. Përveç dëmtimit të pamjes estetike, kjo situatë paraqet rrezik edhe për mjedisin, pasi mbeturinat mund të ndikojnë në ndotjen e tokës dhe të hapësirave të gjelbra. Disa kalimtarë prapa kamerave u shprehen se Çabrati është pasuri e vendit dhe se e njëjta duhet të ruhet nga të gjithë, e jo të shkatërrohet nga papërgjegjësia individuale. Pas përfundimit të fasës së deklaratave përfundimtare të mbrojtjes, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi kanë dhënë fjalët e tyre përfundimtare në dhomat e specializuara. Në vazhdim ndjekim një përmbledhje të zhvillimeve të ditës së sotme.
4 shja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi, të cilët po mbahen në Hag tashë më shumë se 5 vite, kanë dhënë fjalët përmbyllëse. Ish krerët e UÇK-s, secili me një kohë prej 20 minutash, në deklaratat e tyre u shprehën se akuzat e ngarkuara nga ZPS-ja janë të pabaza. Ish presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, në deklaratën e tij përmbyllëse, u deklarua i pafajshëm dhe u shpreh se akuzat e prokurorisë nuk qëndrojnë. Për gati 3 vite, në këtë salë gjyqi, ju i keni dëgjuar akuzat e prokurorisë dhe argumentet e mbrojtjes. Ju i keni parë faktet, ju i keni dëgjuar të vërtetën. Është vetëm një e vërtet që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Por e kam thënë dhe e them sërish, me bindje të plot. Unë bashkëndjej dhe shprej keqardhje për gjitha viktimat që kam mësuar në Kosovë, pa morë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Kadri Veseli në deklaratën e tij u shpreh se jo vetëm në fjalët e thëna, por edhe në provat e paraqitura para gjykatës, nuk ka asnjë provë që tregon se ka kryer ndonjë krim. Unë e di çfarë do të thosh të jesh i pambrojtur. E di çfarë do të thosh të jetosh në kërcënim të vazhdueshëm. Kjo është një përvojë që nuk ja dëshiroj askujt. Por më mësoja një të vërtetë, thelbësore, në padrejtësi. Njeriu duhet të ruaj integritetin moral dhe vlerat themelore të humane. Disa mund të pyesin, a janë vetëm fjalë këto, apo janë pasqyruar në jetën dhe veprimet e mia? Përgjigjja ime sot është e qartë, jo vetëm në fjalët e mia, por mbi të gjitha në provat e paraqitura para kësaj gjykate. Pas dekadash hetimesh, dokumentesh dhe dëshmish të panumërta, nuk ka asnjë provë që të tregoj se kanë kryer ndonjë krim. Recep Selimi në fjalën e tij tha se shpresoi që trupi gjykues të ketë pasur kohën e mjaftueshme të kuptojë që lufta jonë ishte e drejtë dhe se pretendimet e prokurorisë nuk qëndrojnë. Është hera e tretë edhe shpresoj të jetë e fundit që unë marr fjalën në këtë sallë gjyqi. Kanë kaluar më shumë se 5 vite nga fillimi i këtij procesi gjyqësor. Këto 5 vite nuk kanë qenë të lehta për ne, po as të parëndësishme për historinë e vendit tim. Megjithatë, le të shërbej gjithë kjo si një mundësi dhe shans i mirë për drejtësinë. Pas gjithë këtyre viteve, ka edhe një element pozitiv. Shpresoj se trupi gjykues ta ketë pasur kohën e mjaftueshme për ta kuptuar se lufta jonë ishte e drejtë dhe se pretendimet e prokurorisë nuk qëndrojnë. Jakub Krasniqi në deklaratën përmbyllëse u shpreh se sot qëndron përpara si një njeri i lindur dhe i kalitur në luftra për dinjitet njerëzor nga një popull që refuzoi të zhdukej nga politikat e krimit dhe gjenocidit serb. Qëndroj sot këtu para jush të nderuar gjyqtar, jo se një kriminali që përshkruan akt akuza e prokurorisë, por si një njeri i lindur dhe i kalitur në luftra për dinjitet njerëzor, nga një popull ose në një popull që refuzoi që të zhdukej nga politikat e krimit dhe të gjenocidit të Serbisë. Në fund të seancës u tha se trupi gjykues do të mbetet në kontakt të vazhdueshëm me palët deri në vendimin përfundimtar. Besimtarët musliman nesër më 19 shkurt fillon muajin e shenjtë të Ramazanit. Agjërimi i ditës së parë gjatë 12 orë 32 minuta, ndërsa drejt fundit të muajit kozgjatja e agjërimit rritet deri në 13 orë e 51 minuta. Nga Bashkësia Islame në Gjakov kanë uruar të gjithë besimtarët.
Muaji i shenjtë për besimtarët mysliman Ramazani fillon sonte me perëndimin e diellit. Sipas kryetarit të Bashkisë Islame në Gjakov Valon Myrta, sonte falen teravit e para, ndërsa nesër besimtarët nisin agjërimin. Sapo e kaluam festën e ditën e shënuar të pavarësisë dhe na u lidh tash me hyrjen e Ramazanit, kështu që të gjithë qytetarëve i ftoj të reflektojnë se si besimi të shndrohet një angazhim qytetar gjatë muajit të begat. Ramazani qysh sonte fillon me perëndimin e diellit, sonte falen teravit e para, nesër që të gjithë me emër të Zotit zgjohemi agjërueshëm. Ai tha se 29 ditë të bukura do të jenë agjëruese për të gjithë ata që praktikojnë agjërimin e Ramazanit. 29 ditë janë agjërim dhe pas kryesë muajt hënor nga njëherë janë 29, nga njëherë janë 30, se është muaj i varur nga hëna. Kësaj radhe i bjen 29 ditë. Mas 29 ditëve agjërim kemi Bajramin e Fitrit ose Bajramin e Madh. Kryetari Myrta dha dhe një mesazh për muajin e shenjtë të agjërimit. Ramazani është muaj në të cilin ka zbritur Kurani dhe të gjitha fjalët hynore të mëhershme. Prandaj dua të theksoj se çfarë urdhëron Kurani, e që tash në Ramazan duhet të jetë diçka edhe më me vlerë. Kurani në përmbledhjen e tij thot: Allahu urdhëron për drejtësi, urdhëron për mirësi, urdhëron për ndarje me ata që kemi në afërsi, qofshin familjar, miq apo shoqëri, dhe ndalon nga kundër vlerat e këtyre trijave. Prandaj në këto ditë të pavarësisë e prishim gjithmonë Ramazanin në shtetet e lirë të pavarur e sovran. Ai gjithashtu pohoi se të gjithë duhet të reflektojmë, të jemi më besimtar dhe më të afërt me njëri tjetrin, e gjithsesi edhe të ndihmojmë pa bërë asnjë dallim. Data 18 shkurt është e rëndësishme për besimtarët e krishterë. Sot filloi e mërkura për hime, e cila shënon fillimin e kohës së kreshmeve, që nga fundi i shekullit të 5 agjërimi të mërkurës të përhime, bashkë me të premten e po asaj jave, bëhet pjesë e 5 ditores si përgatitje për festën e Pashkve. Zyrtarisht, besimtarët katolik kanë nisur sot kreshmet të njohura si sezoni i pendesis dhe përgatitjes shpirtërore për festën e Pashkve. Në Gjakov, në kishën katolike, u mbajt mesha solemne që shënon fillimin e kësaj periudhe të shenjtë, e njohur si e mërkurja përhimes. Udhëheqësi i kësaj meshe, Patër Ambroz Uka, i theksoi rëndësinë që kjo periudhë ka për besimtarët katolik. Kreshmet fillojnë të mërkune përhime. Në këtë ditë, gjatë meshes, apo pas meshe, meshtari në lëshën hi në kohë, apo në krye. Duke në thënë fjalët, mendo o njëri se pluhur je dhe pluhur ke për të bërë. Ose thehu dhe besoj në gjithë. Çka do të thotë ky gjest? I përvojtrimi tonë si shpreje publike e pendesës sot. Një gjest i tillë ishte i pranishëm edhe në të kaluarën. Ne Bibël lexojmë për popull që qytetet e tëra, të cilat në shenjë pendese flenin ose mbuloheshin me hi. Kreshmet zgjasin 40 ditë apo 7 javë dhe përfaqësojnë një udhëtim shpirtëror drejt ripërthirjes së festë, duke i përgatitur besimtarët për mesazhin e ringjalljes dhe gëzimit që sjell festa e Pashkve. Gjatë fundit të meshës, besimtarët morën në ballë shenjën e kryqit me hi, një simbol i lashtë që kujton përkohshmërinë e jetës dhe thirrjen për kthim të sinqertë te Zoti. Ky ritëm shpreh për ulësinë e njeriut dhe nevojën për pastrim shpirtëror, përmes sakrificës, faljes dhe veprave të mira. Sot në recepcionin e Spitalit të Përgjithshëm i Sagrezda në Gjakovo demonstruan aktivitetin në kuadër të recepcionit multifunksional. Hilmi Shala, drejtori ekzekutiv i Spitalit të Përgjithshëm i Sagrezda,
Para të pranishmeve foli për rëndësinë e këtij aktiviteti dhe funksionalizimin e hapësirës së re në shërbim të pacientëve. Sot në recepcionin e spitalit të përgjithshëm Isa Grezda në Gjakovë u demonstrua aktivitetin në kuadër të recepcionit multifunksional. Helmi Shala, drejtor ekzekutiv i spitalit të përgjithshëm Isa Grezda, para të pranishmeve foli për rëndësinë e këtij aktiviteti dhe funksionalizimin e hapësirës së re në shërbim të pacientëve. Është një kënaqësi e madhe t'ju mirëpresim sot në spitalin tonë, konkretisht në recepcionin që tash së fundi është hapur dhe shërben për gjithë pacientët, familjet e tyre dhe gjithë qytetarët. Fjalë përshëndetse mbajti edhe Merita Savileci Mustafa, zyrtare e lartë e programit në ambasadën e Zvicrës në Kosovë, e cila theksoi mbështetjen për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore. Kjo hapësirë e re pasqyron një mënyrë të re të menduarit në shëndetësi, edhe kjo është një mënyrë që vendos njeriu në qendër të shërbimit shëndetësor. Zvicra e mbështet sektorin e shëndetësisë për një kohë të gjatë, është partnere afatgjatë e institucioneve shëndetësore me qëllim fuqizimin e sistemit shëndetësor, me fokus të veçantë në qasjen në shërbime shëndetësore për të gjithë popullatën, po ashtu edhe në cilësinë e këtyre shërbimeve. Ndërkaq Linda Baleta, eksperte për avokim dhe komunikim në projektin IHS, bëri të ditur se përmes këtij aktiviteti pacientët do të informohen më detajisht për funksionin e recepcionit multifunksional dhe shërbimet që ofrohen aty. Fokusi është tek pacientët me sëmundje kronike jo ngjitse, sepse ky është edhe fokusi i projektit IHS, i cili financohet nga qeveria e Zvicrës dhe në bashkëpunim me Spitalin e Përgjithshëm të Gjakovës, që në të njëjtën kohë është edhe antar i rrjetit ndërkombëtar të spitaleve promovuese të shëndetit. Ky recepcion është hapi i parë që trajtimi për pacientët dhe parandalimi i sëmundjeve të mos mbes vetëm në dhomat ku shtrohen pacientët, por edhe në këtë hapësirë pritëse. Gjatë aktivitetit, pacientët u informuan nga afër për këndet e vendosura në recepcionin multifunksional në Spitalin e Përgjithshëm Isa Grezda, të cilat synojnë lehtësimin e qasjes në informata dhe shërbime. Gjakovës tash disa kohë i ka munguar një klub i futsallit. Tashmë është ndërmarrë një iniciativë për themelim të tij dhe shpresohet që nisma të rezultojë e suksesshme. Ka filluar iniciativa për themelimi zyrtar të klubit të futsallit Vllaznimi në Gjakovë. Sipas Gembi Kaçit, i cili është njëri nga iniciatorët, qëllimi i kësaj nisme është fuqizimi dhe zhvillimi i sportit të futsallit në qytetin tonë. Vendimin e kemi marrë të u parasysh se nuk ka pas asnjëherë klub futsallit, tamam zyrtarisht, domethënë në emrin e Vllaznimit, edhe kemi mundu mi hap klubin sa më shumë të ri, për shembull më ardha të tjera, dikush që nuk mundet për shembull në ekipin e parë me kalu Vllaznimit, më ardh këtu. Ai thotë se Gjakova ka të rinj të shumë që e duan futsallin dhe se së bashku me iniciatorët e tjerë janë në kontakt edhe me donator për ta mbështetur këtë projekt. Na postimin e kemi qitë edhe i kemi ofruar sponsor. Tash të bisedime jemi, ta shohim qysh. Ideja është për mirë, po gjithmonë Gjakova ka pas, po parasysh se tash është me shumë mas, edhe kemi pas arsysh me hap çështë klubin edhe besoj që është shumë e nevojshme. Ata presin që klubi i futsallit Vllaznimi të jetë i suksesshëm dhe të kontribuojë vazhdimisht në zhvillimin e sportit në komunën e Gjakovës. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni.
Punimet në rrugët tranzite po shkaktojnë shumë dëmë në makina. Besimtarët musliman nesër me 19 shkurt fillon muajin e shenjtë të Ramazanit. Sot filloi mërkura e përhim, shënon fillimin e kohës së kreshmeve. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.